Shikues të nderuar, jemi rikthyer në studio, kësaj herë në hapësirën e intervistës. Më 30 mars, Agjencia e Inovacionit dhe Ekselencës do të zhvilloj kursa aktivitet që i dedikohet prezantimit ideve inovatore dhe iniciativave konkrete në fusha kyçe për zhvillimin kombëtar, por jo vetëm edhe për përmirësimin e shërbimeve publike, duke vendosur në qendër rolin transformues të inovacionit dhe teknologjisë, por jo vetëm, edhe të rinjt mundësinë e rritjes të tyre pikërisht në këtë fushë të caktuar. Për të mësuar më shumë rreth kësaj agjencie, do të kem në lidhje me Skype drejtoreshën e përgjithshme të Agjencisë së Inovacionit dhe Ekselencës, Enkeleda Imeraj. Imeraj, të përshëndes dhe faleminderit që je sot në këtë intervistë. Siliana, shumë faleminderit për ftesën, edhe është kënaqësi dhe për mua që të jem në këtë intervistë të flasim për mbështetjen e rinisë shqiptare. Zonja Imeraj, si fillim dua të pyes për agjencinë, çfarë është kjo, çfarë ofron për të rinjt, pra çfarë ka në fokus? Patjetër, Agjencia e Inovacionit dhe Ekselencës është një agjenci e re, është krijuar në 1 janar të vitit 2024 dhe unë ftova mbas 20 vjetësh në Silicon Valley, Kalifornia, me ekspertizë në teknologji dhe inovacion, për të drejtuar dhe për të ndërtuar Agjencinë e Inovacionit dhe Ekselencës. Është në varësi të Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, dhe fokusi kryesor është fuqizimi i inovacionit në të gjithë Shqipërinë dhe fuqizimi i inovacionit në administratën publike. Në kuadër të kësaj, fokusi kryesor është sjellja e ekspertizës, qoftë vendase, qoftë edhe të huaj, të ekspertëve më të mirë në zhvillimin e teknologjive më të fundit, në mënyrë që ta sjellim këtë ekspertizë në Shqipëri dhe në administratën publike. Në kuadrin e këtij misioni, sigurisht edhe angazhimi me rinin është një fokus kryesor, sepse duam që të fuqizojmë rinin, që të jetë sa më inovative dhe të ketë mundësitë sa më të mira në Shqipëri për të qëndruar në Shqipëri dhe për të ulëzuar në Shqipëri. Nesër, pra më 30 mars, zhvillohet edhe aktiviteti i agjencisë. Çfarë përfshin, çfarë mund të themi, çfarë do të ofrojë ky lloj aktiviteti? Po, ky aktivitet është një aktivitet në kuadrin e platformës Gjenerata e Inovacionit. Gjenerata e Inovacionit u krijua në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit dhe Ministren e Rinisë dhe të Fëmijëve për të fuqizuar idetë e rinisë. Dhe nesër do jetë kulmimi i fashës së parë të mentorimit dhe të prezantimit të ideve të këtyre të rinjve në administratën publike. Pra fokusi kryesor janë idetë e rinisë për fuqizimin e administratës publike dhe për kontributin në administratën publike. Çfarë synon të arrijë kjo lloj nisme, pra e ofruar për të mbështetur edhe të rinjt, pse jo për t'ju dhënë një ndihmë qoftë punësimi, por jo vetëm edhe rritje profesionale? Patjetër. Një nga sfidat kryesore që kemi vëzhguar është fuqizimi dhe edukimi i rinisë në lidhje me inovacionin. Duhet të bëjmë dhe të vazhdojmë akoma një punë shumë të madhe në mënyrë që rinja jonë të jetë e barabartë dhe konkurruese në inovacionin në Shqipëri dhe në botë. Dhe në këtë kuadër ne kemi krijuar një program i cili synon që të mentoroj ide që kanë të rinjt dhe t'i fuqizoj këta të rinj me aftësitë më të mira për të qenë të gatshëm që këto aftësi pastaj t'i implementojnë në çfarëdo lloj pune apo profesioni që duan të marrin ata në të ardhmen, dhe në të njëjtën kohë ky event i jep atyre vizibilitetin më të madh, qoftë në mundësitë në administratën publike, por edhe në sektorin privat sigurisht, sepse talentet ashtu zbulohen. Nëse do të ndalemi tek risia, pra çfarë ofron kjo agjenci ndryshe nga agjencitë e tjera apo ato lloj platformash që ofrojnë agjencitë e tjera të inovacionit? Po, patjetër. Njëra nga gjërat e ndryshme që vendosëm të bënim është që të fokusoheshim në rritjen e kapaciteteve të rinisë. Pra, fokusi ka qenë dhe vlera që i sjellim rinisë ka qenë në vend që të fokusohemi tek dhënia e granteve, të fokusohemi tek dhënia e kapacitetit, tek dhënia e njohurisë nëpërmjet formulës së inovacionit që kemi neve në Agjencinë e Inovacionit dhe të Ekselencës. Ne funksionojmë me krijimin e qendrave të inovacionit
dhe të ekselencës në të gjitha ministrit, përveç Ministrisë Mbrojtjes. Dhe kemi kapacitetin që atë formulë inovacioni që kemi krijuar dhe po ekzekutojmë brenda administratës publike, ne duam ta ndajmë atë edhe me rinin, në mënyrë që ata të jenë sa më të përgatitur ku të qoftë në punët e tanishme që kanë ata, por edhe rinia moshave pak më të reja, të cilat do dalin në jetë, të kenë aftësitë e duhura për të qenë të suksesshëm. Pra, gjëja më kryesore ka qenë fuqizimi dhe rritja e kapaciteteve të rinjve dhe kalimi i njohurive që kemi ne në mënyrën maksimale tek të rinjt, në mënyrë që ata të jenë suksesshëm në treg sot. Po sa i përket procesit të përzgjedhjes së pjesëmarrësve, pra si është bërë mundur kjo gjë? Çfarë është dashur që të përcaktohet apo të kenë si rregull? Po, patjetër. Ne kemi një fat shumë të madh me këtë platformë dhe me mundësinë që kemi ne brenda administratës publike. Platforma është krijuar e hapur, domethënë do jetë e hapur gjatë gjithë kohës dhe të rinjt kanë mundësi që të sjellin idetë e tyre dhe të aplikojnë në këtë program gjatë gjithë kohës. Dhe përzgjedhja do bëhet në fasha 2 mujore ose 3 mujore e këtyre ideve dhe kështu që të rinjt kanë mundësi që të rikthehen në procesin e përzgjedhjes gjatë gjithë kohës. Domethënë kjo jep një avantazh të jashtëzakonshëm të rinjve. Procesi dhe mënyra e përzgjedhjes është e fokusuar në zgjedhjen e ideve që janë më të maturuara dhe pak më të zhvilluara nga i riu, në mënyrë që pastaj të kemi ne mundësinë që këtë të ri ta zhvillojmë akoma më tej. Po kjo nuk do të thotë që të rinjt e tjerë, të cilët ideja mund të mos jetë shumë e brymosur apo e zhvilluar, nuk do kenë mundësinë që ata të futen në të ardhmen. Madje kanë qenë ekspertët e inovacionit, të cilët e kanë sugjeruar një mundësi të tillë, duke i dhënë një feedback apo duke i dhënë informacione edhe atyre të rinjve të cilët duhet ta zhvillojnë pak më tej jetën e tyre, me piketime çfarë duhet të bëjnë, çfarë duhet të përmirësojnë në mënyrë që ata të vazhdojnë të riaplikojnë e tyre në këtë platformë. Pra, është një platformë që është shumë më e relaksuar ose më e thjeshtëzuar, sepse ideja është që gjithmonë të fuqizojmë të rinjt në lidhje me ndërtimin e kapaciteteve të tyre me inovacionin. Për të ndalur te ekspertët e kësaj platforme, çfarë roli luajnë në këtë aktivitet që do të zhvillohet në datën 30 mars? Po, aktiviteti është në datën 30 prill, se po afrohemi në Ndjes, 30 prill. Patjetër. Atëherë, ekspertët e inovacionit që kemi ne në Agjencinë e Inovacionit kanë luajtur një rol shumë kyç në këtë proces. Ata kanë qenë drejtuesit dhe mentoruesit kryesor në procesin e ngritjes së kapaciteteve të rinisë dhe zhvillimit të ideve të tyre. Kanë marrë formulën që kemi ne në agjenci dhe në qendrat e inovacionit dhe të ekselencës në të gjitha ministritë dhe në të gjitha fushat e administratës publike dhe janë angazhuar qoftë me takime 1-1 apo qoftë takime prezente në qendrën e inovacionit dhe të ekselencës që kemi ne, apo edhe nëpërmjet takimeve virtuale, duke akomoduar sa më shumë edhe kalendarin e të rinjve tanë. Pra, ata kanë luajtur rolin më kyç, edhe unë përfshirë, në mentorimin dhe në kalimin e njohurive maksimale dhe në përzgjidhjen e këtyre ideve apo në zhvillimin e këtyre ideve. Një nga formulat kryesore dua të përmend këtu është edhe krijimi i prototipeve. Domethënë gjëja që kemi ne ndryshe ndoshta nga eventet e tjera ka qenë që kemi nxitur të rinjt që të kalojnë në zhvillim, domethënë të krijojnë produkte, të krijojnë prototipe, të cilat në të ardhmen janë ide të cilat mund të implementohen qoftë në administratën publike dhe qoftë edhe si kompani private në të ardhmen. A ka ndonjë sektor të veçantë ku keni parë edhe interesin e madh të rinjve, qoftë arsim apo në fusha sektor të caktuar të ndryshëm dhe si do të ndikojë kjo lloj platforme në rritjen profesionale të rinjve? Po, patjetër. Ne në fakt platformën kemi krijuar edhe me një element teknologjie. Domethënë, të gjitha aplikimet bëhen online, janë të qëndërzuara në një platformë me transparencë dhe janë të matshme. Domethënë, ne kemi mundësinë të masim nga cila grup mosha vijnë këto ide,
kemi mundësinë të masim cilat fusha të teknologjisë apo fusha të veprimtarisë administratës publike ka më shumë interes, si dhe nga cilat bashki vinë ato e mëtej. Ka qenë shumë interesante sepse pothuaj të tëra fushat e veprimtarisë administratës publike kanë pasur interes. Këtu mund të përmend fushën e infrastrukturës, energjisë, fushën e shëndetësisë dhe të mbrojtjes sociale, fushën e turizmit, fushën e sigurisë, kemi pasur fushën e mbrojtjes mjedisit e të tjera. Domethënë të tëra fushat janë më të prekshme, po do thoja interesi më i madh ka qenë në fushën e shëndetësisë, turizmit, edhe të infrastrukturës edhe të zhvillimit urban. Çfarë lloj mbështetje do të ofrojë Agjencia e Inovacionit dhe Ekselencës për idetë fituese? Patjetër, qëllimi i platformës ka qenë që të fuqizojë të rinjt, të dëgjohen idetë e tyre dhe me mekanizmin e qendrave të inovacionit dhe të ekselencës që kemi ne në të gjitha ministrit, të krijohet një mundësi që këto ide të shkojnë drejt zhvillimit, sigurisht me dëshirën e plotë të rinjve për të implementuar këto ide në administratën publike. Dhe madje ne duam ta bëjmë këtë mekanizëm të matshëm. Sigurisht, unë e quaj Agjencinë e Inovacionit një startup më vete. Ky është eventi i parë që po bëjmë, me qëllimin që këto ide t'i zhvillojmë në administratën publike, në bashkëpunim me organizatat dhe institucionet implementuese në qeveri, dhe qëllimi është që këto ide të implementohen. Pra, mbasi të dalin idetë fituese, të cilat do t'i prezantohen ministrive përkatëse, me zëvendës ministra, drejtuesit e këtyre ministrive, dëshira jonë është që të fillojnë të krijohen projekte, të prioritizohen dhe të krijohen projekte interesante apo fuqizuese, të cilat të shkojnë drejt implementimit në administratën publike. Enkeleda, aktiviteti i Agjencisë së Inovacionit dhe Ekselencës përfshin të rinë nga mosha 15 deri në moshën 29 vjeç. Për ta përmbledhur, cila do t'ishte ajo këshilla juaja për këta të rinj që ka një ide, por nuk e kanë besimin e duhur qoftë në vetvete, por edhe në rrethanat në cilat ndodhen? Po, dua të përcaktoj. Qëllimi i platformës ose misioni i platformës është që të Gjenerata e Inovacionit, që është një nga iniciativat e Agjencisë Inovacionit dhe të Ekselencës, është në mbështetjen e të rinjve 15 deri në 29 vjeç. Kurse Agjencia e Inovacionit dhe Ekselencës e ka veprimtarinë në të gjithë Shqipërinë, pra përfshin të gjitha fushat e veprimtarisë administratës publike dhe të gjitha moshat. Specifikisht për të rinjt, unë kam vënë re me një entuziazëm të veçantë dhe një nga arsyet që vendosa të kthehesha nga Amerika mbas 25 vjetësh në Shqipëri, ka qenë sepse kam parë një rini shumë të aftë, një rini me një kapacitet të jashtëzakonshëm dhe një rini me një inteligjencë emocionale shumë të fuqishme. Është një nga vlerat më unike që kemi ne si shqiptar dhe besoj që po të ruajmë këto vlera që kemi, rinja jonë do bëhet shumë e suksesshme dhe do vazhdoj të jetë shumë e suksesshme në Shqipëri edhe në botë. Këshilla ime për ta është që të besojnë se ata i kanë aftësitë e duhura dhe të bëjnë edhe ata përpjekjet e tyre që të gjejnë mundësitë maksimale për të qenë të suksesshëm. Duhet të përqafojnë pa diskutim inteligjencën artificiale, që është një teknologji e domosdoshme, por edhe e mrekullueshme, dhe të mësojnë si të përdorin ChatGPT-n ose platformat e tjera të ngjashme me ChatGPT-n. Po e them këtë sepse sot teknologjia ka bërë të mundur që njohuria, që ka qenë një nga gjërat kyçe të konkurrencës të mëparshme, tani më është në majat e gishtave për të gjithë në botë. Pra, në qoftë se ata do të dinë të mësojnë këto platforma dhe si të përdorin këto platforma me sa më shumë efektivitet, ata do të jenë në gjendje që të marrin atë informacion që mëpara atyre i ka munguar për të qenë të suksesshëm, dhe kështu që duhet të jenë pak më proaktiv në marrjen e këtyre aftësive, që nuk po flas për aftësi programuese, po flas për aftësi se si të përdorin teknologjinë e sotme në mënyrë që ata të jenë të suksesshëm dhe konkurrues në tregun botror. Enkeleda, unë të falenderoj për këtë intervistë për theksuar mundësitë dhe rolin e Agjencisë së Inovacionit dhe Ekselencës, mundësi artë për të rinjt.
Shumë faleminderit për mundësinë, edhe ju mirëpresim nesër në eventin ton për të përgëzuar të rinjtë edhe për të parë idetë të rinjve. Faleminderit. Shikues të nderuar, ishim deri në këto momente me drejtoreshën e përgjithshme të Agjencisë Inovacionit dhe Ekselencës, një agjenci e cila në datën 30 prill do të zhvillojë një aktivitet në mbështetje të rinjve, ku këta të fundit do shprehin idetë e tyre rreth inovacionit dhe rreth teknologjisë, një mbështetje art për të gjithë të rinjt. Kalojmë në një hapësirë publicitare.